të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Le të përulemi me përullësi para fuqisë dhe madhështisë së Shpirtit të Shenjtë. Le të adhurojmë Trinin e Shenjtë dhe t'i japim lavdisë sot Shpirtit të Shenjtë, avokatit ton. O fryma e shenjtë, me fuqinë tënde Krishti u ringjall prej së vdekurish, për të na shpëtuar të gjithëve. Me hirin tënd, mrekullit krye në emrin e Jezusit. Me dashurinë tënde, ne jemi të mbrojtur nga e keqja, dhe kështu ne kërkojmë me përullësi dhe zemër lypse për dhuratën tënde të durimit brenda nesh. O fryma e shenjtë, ju u jepni me bujari atyre që kërkojnë. Ju lutemi, na jepni durimin e shenjtorëve, që janë tani me ju në parajs. Na ndihmo të durojmë gjithçka me një durim të përjetshëm, që është e mundur vetëm me ndihmën tënde. Fryma e shenjtë, kërkojmë hirin tënd. Amen. Eja fryma e shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të tu, dhe ndez në to zjarin e dashurisë sate. Dërgo shpirtin tënd dhe ata do të krijohen, dhe ti do të ripërtërish faqen e dheut. O Zot, që me dritën e frymës së shenjtë udhëzove zemrat e besimtarëve, jep që me të njëjtën frymë të shenjtë të jemi vërtet të urtë dhe të gëzojmë gjithnjë ngushëllimet e tij, nëpërmjet Krishtit Zotit ton. Amen. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Dita e 5, mirësia. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Le të përulemi me përullësi para fuqisë dhe madhështisë së Shpirtit të Shenjtë. Le të adhurojmë Trinin e Shenjtë dhe t'i japim lavdisë sot Shpirtit të Shenjtë, avokatit ton. O fryma e shenjtë, me fuqinë tënde Krishti u ringjall prej së vdekurish, për të na shpëtuar të gjithëve. Me hirin tënd, mrekullit krye në emrin e Jezusit. Me dashurinë tënde, ne jemi të mbrojtur nga e keqja, dhe kështu ne kërkojmë me përullësi dhe zemër lypse për dhuratën tënde të mirësisë brenda nesh. Jezusi ju afrua mëkatarëve me dashamirësi të pamast. Parakleti i shenjtë, të lutemi na trajtone mëkatarët e përullur me të njëjtën mirësi dhe na jep aftësinë t'i trajtojmë të gjithë të tjerët, gjithashtu me atë mirësi. Fryma e shenjtë, kërkojmë hirin tënd. Amen. Eja fryma e shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të tu, dhe ndez në to zjarin e dashurisë sate. Dërgo shpirtin tënd dhe ata do të krijohen, dhe ti do të ripërtërish faqen e dheut. O Zot, që me dritën e frymës së shenjtë udhëzove zemrat e besimtarëve, jep që me të njëjtën frymë të shenjtë të jemi vërtet të urtë dhe të gëzojmë gjithnjë ngushëllimet e tij. Nëpërmjet Krishtit Zotit ton. Amen. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Dita e 6, besnikëria. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Le të përulemi me përullësi para fuqisë dhe madhështisë së Shpirtit të Shenjtë. Le të adhurojmë Trinin e Shenjtë dhe t'i japim lavdisë sot Shpirtit të Shenjtë, avokatit ton. O fryma e shenjtë, me fuqinë tënde Krishti u ringjall prej së vdekurish, për të na shpëtuar të gjithëve. Me hirin tënd, mrekullit krye në emrin e Jezusit. Me dashurinë tënde, ne jemi të mbrojtur nga e keqja, dhe kështu ne kërkojmë me përullësi dhe një zemër lypse për dhuratën tënde të besnikërisë brenda nesh. Ti, o Zot, je gjithmonë besnik, jeni besnik deri në fund, edhe pse jemi të dobët e të hutuar.
të lutemi na jepni hirin që të jemi besnik ndaj Teje, ashtu siç je ndaj nesh. Fryma e shenjtë, kërkojmë hirin Tënd. Amen. Eja fryma e shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të Tu dhe ndez në to zjarin e dashurisë sate. Dërgo shpirtin Tënd dhe ata do të krijohen dhe Ti do të ripërtërish faqen e dheut. O Zot, që me dritën e frymës së shenjtë udhëzove zemrat e besimtarëve, jep që me të njëjtën frymë të shenjtë të jemi vërtet të urtë dhe të gëzojmë gjithnjë ngushëllimet e Tij, nëpërmjet Krishtit Zotit ton. Amen. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen.